Tonë ma kam përmen emrin. Po dikush... Përveç Fadilit. Ran. Jo, Po është jo bashkë. Shumë faleminderit, e nderuar kryesues, edhe veç një gjë mos harroni, se pushteti është i përkohshëm. Rotacionin politik është gjithmonë i mundshëm dhe na këtu në këtë kuvend, në këtë komision jena për me rujt integritetin e kuvendit. Jo për me poshtru edhe me nënshtru kuvendin, deputetet dhe Kush e bëri? Kush e bëri? Ka dalë, merr shënime dhe fal, mos u gut. Dhe këtu na duhet me ruaj integritetin e kuvendit. Sot jeni ju në pushtet, nesër vina na në pushtet. Nashta, po, prandaj ju se kështu e keni logjikën, ju mendoni se jeni në kohën e komunizmit edhe e moni të njëjtën. Ju jeni sot, na mundem me konë nesër, ose me thonë ma troq, na kemi qenë dje. Prandaj këtu është kuvendi i Republikës Kosovës dhe duni me pas parasysh çka përfaqësoni. E nderuara komisionere dhe një herë ju drejtona. Tash edhe një në rezumen time nuk pat asgjë personale. Po du me thonë kështu troq, asgjë s'ka pas personale. U tha, unë e falenderoj Dugullin që tha që e arsytoj reagimin tim dhe me mendimin tim, sepse unë kam drejt me dhonë mendimin tim, ti ki drejt me argumente me më këndërshtu dejnë me ngjes. Por, sot e tha dhe nën fjali zotri Dugulli që tha, deputetja tha është tash këtë komision, kom qenë edhe ma herët këtë komision. Fakt është që në legislaturën e kalume s'kom qenë se kam qenë kryetare e komisionit AKI-s dhe nuk kom dash me qenë pjesë të dy komisioneve, por sot nuk po flasim për 4 vjet e kalume, na po flasim sot vetëm për këtë raport. Paktën në ftesën që na është drejtu prej kuvendit për pjesëmarrje në këtë takim, mu më kanë thonë që kemi me diskutu për këtë raport. Dhe unë për këtë raport diskutova. Pa ja hiq asni pik, asni presje, asoj çka. Thash, unë i qëndroj mrapa, ndërsa, sa i përket punës tonë, që mundet me konë në raport për mandatin tanë në një takim tjetër, unë do të hidhe të analizoj punën tonë 4 vjet, 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet, ku do që t'jesh, dhe flasim për rezultatet e mandatit tanë. Sot, po flasim për raportin, dhe unë diskutova mbi bazën e raportit. Dhe njëherë, të thash, kur mos e merr personale, se sot që 17 vjet jam deputetin këtë kuvend me askën s'kam personale. Po, sa i përket punës, asnjëherë nuk do ta hezitoj me thonë mendimin tim. Mbi çështjen e dokumentave të cilat unë i posedoj në këtë rast. Dhe thash, vet acarimi yt, që për mua ke shumë befasues, vet emocioni yt, zhveshi pak pej profesionale. Unë du me të po ty profesionale, dhe te din që unë du me të po shumë profesionale. Dhe nëse unë ty ta boj rrafsh, nuk ndihmoj, nuk të vlerësoj, që kjo është dallimi, vetëm edhe këtë fjali dhe përfundoj. Ka të replika, plus replikën e komisionerës. Dallimi im me të tjerët është, sepse unë nuk e baj mend ka ne kam përpara, e baj mend materien. Unë i kam kritiku edhe kolegët e mi kur kanë qenë këtu përballë meje. Dhe do t'i kritikoj. Prandaj mos e merr personale, vetëm këto, do të thonë se nuk du se kam, nuk e kam me emrin krenare. Prandaj tu drejtova çdo herë me komisionere dhe jo me krenare. Shumë shkurt të lutem. 30 sekonda, shumë shkurt komisionere se s'kemi tjera. E dashur deputete, apo më tregon në çet raport ku e pa mos pavarësinë institucionale, në çet raport? Unë dash mendimin tim. Edha, në rregull. Komisionere, po jo, lutem komisionere. Kjo ishte pika e cila mund në rregull. Komisionere, e para, jo, vetëm pak. E nderuara Musliu, komisionere. Spari, dua t'i përgjigjem deputetes Musliu që tha sot jeni, nesër nuk jeni, nuk ta mohoj askush fjalën. M'fal, lutem, po më lejo tash. Nuk ta mohoj në këtë komision që udhëheqi unë, nuk ta mohoj askush fjalën. Jo, po nuk ta mohoj që të thuar, jo, tash. Po ta jep rregullora, po nuk u mohua asgjë të thoni se ju jeni shumicë, po bëni çka po doni. Nuk është e vërtet. Jo, e the. Ja, o të lutem gone, e the. Nuk është. E keni të drejtën
e keni të drejtën të komentoni, të bëni pyetje, të bëni përgjigje. Andaj mos thoni se ju e keni mundësitë. Po për të gjithë e pate, ja, gane tash e the ju edhe bëdua të kundër përgjigjem. Fal, po vetëm pak. Tash unë mediat I falenderoj, sepse tash e kemi në të ndryshme, nëse ka mundësi të na lirojnë. Të gjithë duhet dalin, ju monitorues për të gjithë. A ne, pyetje, apo tash e kemi kena për projekt për këtonin e ta.